Qyteti i Elbasanit është kthyer në një nga atraksionet më të pëlqyera nga vizitorët vendas dhe të huaj. Në ditët e para të vjeshtës, grupe e turistësh gjerman kanë zgjedhur të vizitojnë qytetin për të parë nga afër atraksionet, duke shijuar edhe gatimet tradicionale. Ata shprehen se historia e qytetit i ngjall emocione. Unfortunately, so we had a nice view into the castle and it was very nice. Është vërtet impresionuese të vizitosh këtë qytet i cili është mjaft i bukur dhe tërheqës për vizitorët. Shëtitja rreth mureve të kalas të ngjall një emocion të veçantë, po kështu edhe vizita tek xhamia e re është mjaft të mbreslënëse, edhe njerëzit duken të gëzuar dhe mjaft të mikpritës. Turistët shprehen se guidat në qytet zgjasin disa orë, por dëshira e tyre është të qëndrojnë më gjatë për të vizituar të gjitha pikat turistike. It's just the same because we only stopped for an hour. Jam nga Gjermania, po bëjmë një tur nëpër Shqipëri. Ndalesa këtu në Elbasan të lë shumë bresa. Interesante janë sajtet turistike të cilat ja vlen t'i vizitosh të gjitha, pavarësisht se kemi ndalur vetëm pak orë për të vazhduar më pas në qytete të tjera të Shqipërisë. Guida e grupit gjerman thekson se interesi i huajve për Elbasanin është rritur vitet e fundit. Megjithatë, vështirësitë në marrjen e shërbimeve mbeten ende një problem. Sipas saj, banorët e lagjës Kala duhet të bashkëpunojnë më shumë për të zhvilluar turizmin. Atëherë, unë aktualisht shërbej vetëm turistëve të gjuhës gjermane, por bëj gjithë Shqipërinë, paka shumë, jo vetëm Elbasanin. Sigurisht që vëres interesi me madh është nga ana kulturore, specifikisht për udhëtimet e organizuara në grupe, edhe Gjermani është shumë prezent në Shqipëri, është edhe aktualisht ka numër më të lartë të turistëve. Gjithashtu nuk mungojnë turistët nga Spanja, Franca edhe Italia. Po, është realisht, sidomos edhe pjesa e kishës, se ka një histori shumë interesante dhe është shumë e rëndësishme për turistët kjo gjë, se janë pikërisht këto histori që e bëjnë dhe në vetvete më interesante Elbasanin. Edhe pse në pjesën e xhamisë, edhe ashtu siç ishte e thjeshtë, edhe ti mund të tërgosh për historinë, por kisha është edhe akoma më interesante. Prandaj nëse edhe këto dy detaje, sidomos në pjesën e brendshme të kalas, se janë dy pikat kryesore ku edhe turistët shfaqin me shumë interes, do ishte shumë më mirë që këto të dyja domethënë të jeshin më lehtësisht të aksesueshme nga turistët. Edhe gjatë muajve të verës, Elbasani ka pasur një frekuentim të vazhdueshëm nga vizitorët e huaj, të cilët janë të apasionuar pas historisë dhe trashëgimisë kulturore që ky qytet ofron.